Desha të pyes se kam dëgjuar thotë se disa nga muslimanë për shkak të disa mëkateve që nuk janë penduar do të hyjnë në xhenem e pas një kohe përsëri do të hyjnë në xhenet. Çfarë ndodh? Nëse kemi bërë ndonjë mëkat e nuk na kujtohet specifikisht dhe kemi harruar për të penduar për të, si të reagojmë në këtë rast, dhe ka ndonjë dua specifike? Allahu në surën Tahrim thot: Ja ayyuhalladhina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha. O ju që keni besuar, pendohuni me një pendim që i përfshin të gjitha gabimet që keni bërë. Kështu që besimtari, nëse nuk i kujtohen mëkatet, dhe është normale, nëse i ka harruar mëkatet, dhe është normale që t'i harroj, thot: Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma anta bihi a'lamu minni. Ose e thu shqip: o Zot më fal, çfarë kam bë? O Zot më fal, çfarë do të bëj? O Zot më fal, çfarë kam bërë haptas? O Zot më fal, çfarë kam bërë fshehurazi? O Zot më fal, gjunahe që ti i di më mirë se sa unë dhe unë i kam harru. Këtë dua të lutje pra, na e ka mësuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, mund ta bësh edhe në gjuhën shqipe. O Allah, më fal për gjunahet që kam bërë, më fal për gjunahet që do të bëj, më fal për gjunahet që kam bërë haptas, më fal për gjunahet që kam bërë fshehurazi dhe më fal për ato gjunahet që unë i kam harru, po ti i din. Po shpendohet me këtë lloj pendimi, ja fshin Zoti të gjitha. Gjithashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: kush thot astaghfirullah al-azim alladhi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilayh, i kërkoj falja Allahut të lartmadhëruar që të më fali dhe pendohem tek ai për çdo gjë që kam bërë. I dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam thot: kush e thot këtë formulë, pra edhe në gjuhën shqipe, nuk ka asnjë problemi, Allahu do t'ja fali gjunahet edhe nëse është tërheq nga fusha e betejës. Tërheqja nga fusha e betejës është prej mëkateve të mëdha. Atëherë nëse njëri e bën këtë dua, i fshihen të gjitha, edhe nëse ka bërë ndonjë mëkat të madh. 3. Nuk është problem nëse njeriu harron ndonjë mëkat, po e përfshin pendimi i tij i përgjithshëm. E përfshin pendimi i tij i përgjithshëm. Pra kur ti thu: o Zot më fal, të gjitha gjunahet që kam bërë, i përfshin edhe ato që ti nuk i man mend. Kështu që stresi 0.